Je sociolog dhe din se si bën hulumtimet në teren. E di se si bën sondazhet, e di se si bën exit pollet. Ka një sulm masiv kundër autorëve të exit polleve dhe gjithë atyne që në çfarë do forme kanë shpreh, si me thonë, kanë nxjerr informacion për rezultatet e ditës. Pra tash, pavarësisht është ligjërisht e sankcionuar ajo, megjithatë gjatë ditës ka pas nuanca të dëshires për të humbur kandidateve të vendosjes, veçanërisht Fatën Peci. Nëse sidoqoftë kur shkosh në prokurori apo në gjykat duhet prova konkrete. Ama na që dim ka pak, kemi shpreh një tro emocion edhe koxa dëshirë që zoti Peci me i humbë zgjedhjet. Me i humbë zgjedhjet për atë që ka është edhe që ka përfaqëson, jo zoti Peci si kandidat, si individ. Në dy sondazhe, në dy exit poll, më falni, pati huqje. Mos përputhje goxhat e madhe në rezultatin e exit pollit dhe rezultatin e KQZ-s, numërimit të votave. Përveç dorën zemër të exit pollit e Fisit, Pipos, i cili është krejt në kuadër të margjines e gabimit. 2 pikë të përqindjes plus minus e ka pas, edhe 2 pikë të përqindjes plus minus për del, edhe tash. Është e qëllimshme jo sinceritet i të anketuarve keq përdorim vote, cila për ty të mund tjerë. Po shqet tash ky mes po flasim për Mitrovicën, aty vërtet duke diçka shumë e çuditshme. Në një rëndom pra që kjo diskrepanca në mes të exit polleve dhe rezultateve po e përmendi pra preliminare, jo përfundimtare. Dhe kjo mund të mund ndiku nga disa faktorë, mendoj. Në një prej faktorëve mund të jetë edhe keqpërdorimi potencial i votës, të cilin nuk e kap exit polli. Një po kjo natyrisht është pjesë e hetimit të prokurorisë. Edhe në ato nuk kam as me shtu e as kur farë informate, dhe më thonë, betet si dyshim edhe letë hetohet si tillë. Tash, unë nuk mendoj absolutisht që ka një kompani e cila, dhe më thonë, e bazën punën e vetë dhe kredibilitetin e vetë në sondazhe në exit poll, siç është azëm edhe UB-ja, e cila do të pranonte dhe do të vendoste ta bën një keqpërdorim të tillë të rezultatit dhe me fut kredibilitetin e këtij kompanisë, pra me mshelni kompaninë për një qëllim që nuk është as qëllim. Sepse për shembull këta që thonë që dikush i ka ndiku exit pollet që me dalë të tilla, unë nuk e kuptoj për shembull pse një parti politike e caktuar do të kishte qëllim që me dalë mirë në exit poll nëse të ka mirë në kutitë votimit. Ku është qëllimi? Se ti exit pollin e publikon si tillë, si rezultat mos si të pshërën vend votimit. As mund të ndiku më rezultat as kur gjë. Dhe nëse partitë politike futen në një proces për me arrajt vetën, ato e dëmtojnë vetën. Nuk mendoj që partitë politike janë kaq të paditura. Sa me arrajt vetën edhe me dalë me një rezultat i cili mas një orë e gjys, dhe më thonë të bije poshtë. Tash që ka ndodhur aty, natyrisht që ky Valion Feka ka qenë në debat plus dhe ka shpjeguar, dhe më thonë cilat mund të jenë shkaqet e kësaj diskrepance. Mirë po them këta do të përfundimisht, dhe më thonë me matë me rezultatin përfundimtar dhe me pa, dhe më thonë nëse dallimi është kaq i madh, si ka qenë në Mitrovicë. Mendoj që rezultati i Mitrovicës është ose dallimi në mes të exit pollit edhe rezultatit në Mitrovicë veçanërisht është bërë shumë i madh edhe për shkak të faktit që Arjan Tahiri është shumë afër kufirit të fitores pa balotazh. Edhe tash aty nuk ka rëndësi a e ki dallimin 1 pikë përqind, 2 pikë përqind. Kjo statistikisht ka rëndësi shumë. Po aspekti pse bëhet rezultati ose pse bëhet një lloj kështu keq analizimi, se keq kalkulimi i votës në exit poll, po të mos kishte qenë kufiri i mos balotazhit, nuk kishte më qenë kaq problem i madh.
për shembull ka pas pak dallim edhe në fushë Kosovës në rezultatet e exit pollit edhe rezultatit preliminar, po aty nuk është bërë shumë temë e madhe sepse aty as exit polli nuk e ka parapasur që shkon dikush pa balotazh, e as nuk ka dalë rezultati që shkon dikush pa balotazh. Dhe e dyta kjo tregon që gara Mitrovica është përcjell me një vëmendje të madhe. Tash një gjë që duhet me pas parasysh na është që megjithatë ligji ndalon me publiku rezultate. Sepse na duhet me kuptu që nuk është ligji edhe efekti i njëjtë në mes të kutadiju në një qytetari, për shembull, sikur Visari Meri më thon diçka, me dalë për shembull në status. Ti s'ke thënë kur gjë. Unë s'kam thënë kur gjë. Unë s'kam shkuar as në zdi, do të me vetë fato peci çka ka po ai te unë mirë, po çore, unë prapë po them. Edhe nuk po e interpretoj këtë ligj, nuk po them kështu. Në parim, nëse Visari Meri dalë dhe thotë mirë shkon me fituar janë Tahiri. Ky është qëndrimi i Visari Merit. Pse du të më ndalu mu këta me ligjë? Kjo mërë është liri e shprejë. Që thati, unë e kam qedh, ose analize jamja është që Arjan Tahiri kishte me qenë kryetar më i mirë i Mitrovicës. Jo, s'kam as një diskutim. Dikush tjetër mund të menu që Faton Peci është kryetar më i mirë. Çka ka lidhje? S'bëm ja ndalu asnjënit. Kandidatët është tjetër gjë. Subjekte politike, ditën e zgjedhjeve po, kanë rregulla secili. Mediat po. Publikimi i rezultateve është i ndaluar. Po ti me dalë me statuse dhe me thonë për shembull që kutadijune, që kemi pa të statuse, unë nuk mendoj që ato futen për brenda ligjit. Aq më pak, brenda neneve të cilat i ka përmend në këtë postimin e tij Faton Peci, i cili thotë që ka më ngrit padipër, ose kallëzim për ta person. Kallëzim penal, kallëzim penal. Tash nenet që i përmendaj aty, ato janë domethënë ndalohet natyrisht ndikimi i rezultatit përmes përdorimit të forcës dhe unës kërcënimit e kështu me radhë.